Deputeti i Partisë Demokratike Sajmir Koreshi në fjalën e tij në seancën parlamentare ka bërë një panoramë të gjendjes në qytetin e Lushnjës që i ka përshkruar si të zymë të pazgjedhjeve, teksa nuk ka munguar dhe ironia në drejtim të mazhorancës. Lushnjën e ka marrë malli për zgjedhje, ka thënë Koreshi duke nënkuptuar se vëmendja ndaj këtij qyteti kushtohet vetëm gjatë fushatave elektorale. Lushnjën e mori malli për zgjedhjet. Pra mori malli për premtimet, du vendet e punës u shitën. Si u shitën, thjesht fare presionin maksimum lozim me bukën e kalamajve. Nuk ka njësi administrative e cila nuk punoj orar dhe pa orar dhe mas orës 4, jo me premtimi si të ngrihesh dhe detyrë, po me premtimi si do t'igjesh nga punë në rast se nuk e bënte një gjë të tillë, sistemin e patronazhimit. Shko, për herë të parë kur mendoj se sa me arrogancë shmarrë dhe si ju ka trajtuar ju patronazhistët, gjithë qoftë dhe ju deputetët, për herë të parë mendoj që shqyqy nuk e kam babën gjallë. Se 3 mandate rreshtje e lirojnë nanën, tani do kthehet nga baba, shqyqy unë shpëtoj të kjo pjesë. Hajde në shikoni me skemën e naftës si e shpërdoruar. Shikoni listën e përfituesve. Se ku e kanë kanalizu votë? A mund të quhet kjo vjedhje? Mendoj se po. Mendoj se po, sepse deri te drejtori i spitalit që ndante dhe shpërndante vinte vërdall me ambulancë e spitalit natën, pa pas asnjë smur, nuk e di se si mund të quhet. Të nderuar shqiptar, unë po e mbyll shkurt, jam folur të flas pa hallet e juaja, por sot jam i gëzuar që nuk kam babën gjallë. Koreshi ka akuzuar vazhdimisht mazhorancën për blerje votash apo investime elektorale në qytetin e Lushnjës.